Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkolla fillore të Kumanovës Bajram Shabani dhe Braçja Mladenovci kanë organizuar aktivitete të përbashkëta. Aktivitetet e përbashkëta kanë qenë në kuadër për projekt për integrim ndëretnik në arsim, ku nxënësit e të dy etniteteve kanë organizuar ditën e muajit të librit. Në grupe të përzier me çrastat kanë pasur mundësi që të shoqëron misionë mes veti, ndërkaq sipas koordinatorëve të projektit nga të dy shkollët, u shprehën se përmes këtij projekti, nxënësit përmes lojrave dhe gareve të ndryshme shoqëron mes veti. Samo jedna aktivnost, zajednička aktivnost od projektut za međuetnička integracija. Kjo është vetëm një aktivitet i përbashkët në projektin multietnik për integrim ndëretnik në arsim, ku nxënësit e të dyja shkollëve kanë aktivitete të përbashkëta. Në kuadër të këtij projekti kemi dhe shumë aktivitete të përbashkëta mes mësimdhënësve dhe prindërve. Kjo është aktiviteti i tretë me radhë në këtë projekt. Ky projekt është i rëndësishëm nga se nxënësi shoqëron dhe pse nuk njihen mes veti, por kjo nuk paraqet pengesë që ata të marrin pjesë në aktivitete të këtilla të përbashkëta. Ky projekt quhet Shkolla Model. Jemi në bashkëpunim me shkollën Braçja Mladenovci të Kumanovës. Jemi 3 vite gati që bashkëpunojmë. Kemi aktivitete të përbashkëta, kemi bashkëpunim të shkëlqyer. Bashkëpunimi është si ndërmjet prindërve, ndërmjet nxënësve, ndërmjet arsimtarëve. Qëllimi i këtyre projektit është tejkalimi i dallimeve mes etniteteve të cilët bashkëjetojmë këtu në këtë qytet, edhe ne shpresojmë me këto aktivitete, me këtë kontribut tonin, që të ardhmërinë tonë të ndërtojmë pak më mirë, që të ardhmën të tejkalojmë këto dallime, këto mosmarrëveshje, përmes këtyre të japim kontributin tonë. Nxënësit, prindërit, mësimdhënësit, administratorët dhe antarë të këshillave shkollore të gjithë shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni do jenë fokusi kryesor i aktiviteteve projektuese. Përveç kësaj, shëltarët e byrës dhe zhvillim të arsimit, qendra e arsimit dhe trajnim profesional dhe inspektoriati i arsimit do luajnë rol të rëndësishëm për integrim ndëretnik në sistemin arsimor.